Mbrojtja civile në qarkun e Lezhës duhet të jetë plotësisht angazhuar dhe përgatitur për të përballuar çdo situatë të mundshme që mund të shkaktohet nga kushte vështira atmosferike. Në mbledhjen e Komisionit të Mbrojtjes Civile, prefekti i Lezhës Tauland Malshi kërkoi nga të gjitha institucionet që të analizojnë mjetet, kapacitetet dhe të forcojnë koordinimin ndërmjet strukturave përkatëse. Ai tërhoqi vëmendjen për mungesën e raportimeve në kohë nga disa institucione, çka sipas tij sjell vonesën e reagimit dhe menaxhimit e situatave emergjente. Është momenti që unë kërkoj secili prej jush një bashkëpunim me jush dhe një koordinim me përgjegjësi plot në funksion të programimit të këtyre situatave. Kemi një minimizim sa më të madh dëmeve edhe problematikave që mund shkaktojë sezonin demor. Ndihmë nevojshme të reglamentojmë për institucionet në lidhje me raportimet në kohë reale, ndërtim të institucionit prefektit. Si zbatimin e planit masave nga ana e tyre dhe strukturave të tyre, sipas planit të emergjencave që siç e dinë ekziston dhe është funksional në çdo është i kashëm në çdo institucion, sipas fushës tyre përgjegjësisë. Sepse ka pas konstatime në një rast ku raportimet kanë qenë punuara dhe vendimisht edhe koordinimi në institucionet e tjera pastaj mund të ketë dhënë në problematikë. Në mbledhjen e këtij komisioni, zëvendësdrejtori i Policisë Vendore të Lezhës Tauland Gjoka theksoi nevojën që kompanitë kontraktore të mirëmbajtjes së rrugëve të jenë më të shpejta dhe të përgjithshme në ndërhyrje, sidomos gjatë periudhës së dëborës apo rreshitjet të dheut, pasi ato nuk kanë vepruar në kohë. Ajo që kemi vënë re ne kryesisht në kushtet e motit me ngrica apo me rreshje të dendur shiu dhe rreshje bore, ka të bëjë me reagimin e vonuar të strukturave përgjithëse, kontraktorëve kryesisht në mirëmbajtjen e rrugës, në hedhjen e lëndëve anti-rreshitse dhe sigurisht të mjeteve që kanë reaguar me vonesë. Sigurisht janë probleme të njohura, të cilat janë përcjell edhe në mbledhjet e mëparshme. Ka pasur raste të komunikimit të herpashershëm nga sallat operative të policisë me këto kontraktorë që janë të listuar pranë strukturave përgjithëse të policisë. Dhe më vjen keq por e konstatoj që është një reagim shumë i vagët dhe meqense jemi këtu, do ishte mirë që secili prej nesh që ka përgjegjësinë për të adresuar këto problematika me qëllim që mos kemi përsëritje të rasteve apo mangësive që janë konstatuar në linjësi. Komisioni i Mbrojtjes Civile ka përcaktuar detyra specifike për çdo drejtori që është pjesë e tij, duke qartësuar përgjegjësi dhe masa që duhet të merren në rast emergjencash për të garantuar reagim në kohë dhe efikasitet në terren.